kanë raportet mira njëri me tjetrin, por apeloj që për hir të fëmijët, bëni gjithçka. Për hir të fëmijët. Për hir të fëmijët. Falni shumë. Nora, të kuptoj. Për njerëzit që njohin, e ti një histori time. E nuk munde me tregu në media, por vërtet është shumë e rëndë. Falni. E dire unë edhe të njerë shumë që po jashtë si edhe me publikon për që një mesazh. Ju lutem prind pavarësisht çfarë raporte keni njëri me tjetrin. Ju lutem për hir të atij fëmije, keni pa konsiderat për hir të atij fëmije. Falni shumë, ju lutem se jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Është një mesazh shumë i fortë që vjen nga Leonora, e cila edhe për vete në rast moti edhe ajo nuk e ka papajin. Është ma vështirë më rrit. Realisht, kur e unë prindin, e ke shumë të rëndë. Është një diçka që nuk kthehet më, kemi jetu madhimje gjithë jetës. Por kur e ke gjallë, dhe kur nuk e ke dashurinë e tij, është shumë e rëndë.